Trump kërcënon me vendosjen e tarifave prej 200% për verrat evropiane. Presidenti i Shtetit Bashkuar Donald Trump kërcënoi Bashkimin Evropian me vendosjen e tarifave prej 200% mbi verën, shampanjën dhe pijet e tjera që prodhohen në bllokun e 27 vendeve anëtare, pasi BE-ja vendosi një tarifë prej $50 për pijet amerikane. Presidenti Trump u shpreh në një postim në median sociale Truth se BE-ja është një ndër autoritetet më armiqësore dhe më abuzive të vendosjes tarifa dhe taksave në botë. Ai tha se BE-ja u formua në vitin 93 për qëllimin e vetëm të shfrytëzimit të Shteteve të Bashkuar nga pikpamja ekonomike. Më vonë i pyetur nga një gazetar në shtëpinë e bardhë nëse mund të tërhiqe nga kërcënimet për tarifa ndaj aleatëve gjeopolitik të Amerikës, presidenti Trump tha: "Na kanë shfrytzuar prej vitesh dhe nuk do të na shfrytëzojnë më. Jo, nuk do të rriqem as pak, as për aluminin, as për qelikun, as për makinat." Gjatë muajit të fundit, presidenti Trump është angazhuar në një tuftë tarifash me partnerët më të mëdhenj tregtar të Shteteve të Bashkuara, Meksikën, Kanadën, Kinën dhe BE-n në përpjekje për të ndalur, siç thotë ai, fluksin e drogave, në veçanti të fentanolit, drejt Shteteve të Bashkuara nga Meksika dhe Kanada, edhe për të detyruar kompanitë të mbyllin operacionet e tyre jashtë vendit dhe për të zhvendosur ato në SBA. Presidenti Trump vendosi tarifa prej 20% mbi aluminin që vjen drejt Shteteve të Bashkuara nga 35 vende, përfshirë dhe vendet e Bashkimit Evropian. Evropa u kundërpërgjigj me shpejtësi duke vendosur tarifa ndaj eksporteve amerikane me vlerë $28 miliardë drejt vendeve me marrëdhënie të afra të hershme me Shtetet e Bashkuara, ndërsa Kanadaja vendosi tarifa të reja për rreth $20.7 miliardë mallra amerikane. Kanada kërkoi gjithashtu mbajtjen e konsultive në Organizatën Botërore të Tregtisë në SBA në lidhje me vendosjen e tarifave të importit të produkteve të çelikut të aluminit nga Kanada, njoftoi OBT të njëjtën. Masat e reja të BE-s do zbatohen vetëm për produktet të çelikut të aluminit, por dhe për tekstilet, pajisje shtëpiake dhe produkte bujësore. Personat pritën ndjen edhe tek motocikletat, whisky, gjalpi i kikerikut apo veshjet e xhinsëve, shupan gjatë mandatit të parë të presidentit Trump.